Po i thot medjave, vrasës me pagim. Jo, disa qenë në për studio televizive, po e thot. Unë... Nuk jem qenë. Të dënu dënoj edhe që gju. Jo, kështu. Që ke gju, nuk është bu në studion teme, po bu në KSZ, kom prit që e dënon kryetori Radonici, e dënon Valmiri Eliezi, zëdhën si KSZ-s, e unë sot jo prej qësaj studio. Prej qëfar do pozicioni ma dje dhe në shpik isha thonë, po dënoj e bre këtë gju, po kjo gju është e po pranushme, si që ajo që ke e Samilju Shtokut. Pik! është e pa pranushme kjo gju. Ma tash, unë këtu i pota merët krejt që do me përmen, bo përmenën, edhe mirë që përmenën, dhe me thonë nëse ka diçka rrezik, se na mu pajtu për higjienën e gjuhës. Mirë, për nëse o diçka rrezik, kom i thonë me emën me mbjemën që kishë përmen kë, televizione e portale, që janë verasës me pagesë. Imagjinoje, valë. Jo bres pa me dënu, ti për valë, unë për dënoj unë. Jo. Neve nuk na kishë përmen. Shtum. Kënë? Neve. Po, pas ke bua për ne, marë. E kom kry. Me pare, ja? Me të vërtet, ta shqyre, edhe nuk është hera e porë që kjo e po, një njëti individ, edhe është në një pozit shumë ndishme, ku KSZ-ja nuk o pozit e pandishme, kur jemi në këto situata që jemi. Edhe mos me dollë, për Albin Kurtit e të posh me denu, është e të mërshme. Sinqerisht, Rama Boj, thuj që ka dush, mirë po me dollë dikush me këto sulë, me kastrona, edhe pu, a është gjuhë e papranushme? Si qërë, si kudër, a hën gazetari në studiot nuk e di, po me se hi nuk i nevoj me dhonë që nuk e di, i ka... Rama Boj, e keni presore, e keni si të stil, gazetari sot unë e përfacoj gazetarin që të studio. Gazetari inë me po punën e vetë. Jo aty jo, zdo duhe. Nuk është një antar. I ka ambjentet e punës bre media? Kush? Rama Boj. Këtë që zhjë në parlament. Ndëgjëm. Unë e kom përcjell parlamentin një vit si gazetari i fa. Unë e kom përcjell parlamentin, komisionin që të rëndë hyja shpe me ambajt mikrofonin. Unë e mbaj mikrofonin, deri sa më caktohet venit, deri ku e kom të mëndë. Sa është e limitume se i thëj ke Valmiri caktoja venin. Jo! O Ermal, apo ma të vazhdoj se mas pori gazetori që e dhejt një zyrtar, ku ka më nejtë, unë e so gazetor heq. Gazetori po punë me nëzirë informatën, punë e ti që nëzirë. Edhe pikë. Po zyret hin. Zyret do të me hi kryeministrit në shpejt, do të me hi me avon informatën. Mirë, ti që shë gaztarinë të tërsen, gaztaria moderne, gaztaria perfekt, bëhet që shtu. Vesh, unë e hi edhe e marë, nuk të veti ty heq. Po më jo ty si individ, po kërkënish. Po, përpedisë shumë. E dyta, Ermal, është gazetari, ma. Po është gazetari, jo, veç që ajo është gazetari. Gastaria që e vetë kryeministrin, qa me bo, nuk o gazetari. Ajo është të keja për në mëta. Sfidu kryeministrin me lojë shpytje, po jo me i hy me dhunë në gjyrë. Lesis po imane, gastaria e cila nuk sfidon, nuk o gastari, pik. Tash, kjo zuja në fjoll, nuk e shë problematike, me thonë dikujtu fara të kodë shpija këtu sene, edhe ma ndej, unë po thonë prapë, kuj thot qenë, kuj thot kudër, a i tjetëri thot hajvan, këtu krejt jenë në zoologi një të senë. Po pëtën, nuk ka dalim këtu. Po është problemi, kush edhe për shka po e thot, apo e dënën vendosja gjuhën e zyrtarëve të vetë, ju, apo e dënën vendosja gjuhën që ju thot krejt shqiptarëve, si nuk jenë me vetë vendosja jeni me lisën sërbska, jeni këndër diasporës, këtë të pavërteta. Edhe thu për çdo natë, demonizohen njerëz, mos folën çka na bujnë neve. Nuk ka ditë si shaj ka që kryesha në përky. Domethënë, kjo mandej veç kur ndodh ty, më thon, mu kall bisht, ju kall mali, kjo është e tërsen. Unë po nina keq për këtë debat, sinqerisht po them. Është keq, po keq është jo për debatin, po punoj për shëtim. Shëtim, mo diskutues është keq. Është keq me jetuar në një ambient 20 vjet mas lufte, ku dehumanizohet njeriu, po dehumanizimi e ka adresën e vet, edhe ai ka filluar në lëvizjeve të vendosur kur njerëzit ju kanë thonë kriminal, kur i kanë bërë 100 zeza në kuvend, kur i kanë demonizuar njerëz, vëras, e çka dush pak asnjë argument. Unë po them që do të më u kthy ndëgjat, nuk po them që do të më u kthy.